Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Për gjithë ju që e keni për të herë të parë që klikoni këtu, unë jam Bona. Ky është kanali im YouTube dhe ju uroj mirë se erdhët. Dhe për gjithë ju që më ndiqni gjithmonë, shumë faleminderit. Ju jam shumë mirënjohëse për këtë gjë. Dhe ja ku e fillojmë ditën e enjte me një vlog të ri. Unë sot jam në punë, tani jam në pushimin e drekës dhe duke qenë se mbarova dhe kam edhe pak minuta, thash pse jo ta hapim një vlog të ri. Sot është ditë e enjte, unë jam në punë, kam edhe një 2-3 orë të mira punë dhe pastaj dal. Sot Aleksi është në shtëpi, kështu që besoj pas punës do të dalim dhe do bëjmë diçka bashkë, duke qenë se edhe këtë javë është edhe është java e mësuesve, edhe duaj që të shkoj të marr disa gjëra për mësuesen e Alesios, që t'ja sjell këtu nesër, edhe nuk e di, mbase do dalim, do bëjmë diçka të bukur, kështu që thash pse jo ta hap vlogun edhe të flasim bashkë. Ju si keni qenë, si keni kaluar, si ka qenë java juaj, nuk e di, më shkruani në komente, sepse duaj që këto vlogjet e mia t'i bëjmë edhe si punë bashkëpunimi, pse jo të bisedojmë me njëra tjetrën, ashtu siç bisedojmë edhe me shumë prej jush në Instagram, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Kam bërë shumë shoqe edhe shumë vajza, kam njohur shumë vajza të mira nëpërmjet YouTube-it, nëpërmjet Instagramit, edhe me të vërtetë jam shumë falendëruese edhe shumë e lumtur për këtë gjë. Nëse doni që të ndiqni në Instagramin tim edhe të komunikojmë bashkë edhe të ndajmë idera, më ndiqni në Instagramin tim, do e lë adresën këtu poshtë, është Bona Lenja me vizë poshtë. Edhe po, të nisim të vlog, të të lëm fjalët edhe bashkë të shihemi pas më parë. Sa po dola nga puna edhe erdha të mora dhe Angelon tani, ju tregova disa pamje se sa bukur që është bërë tani në për këtë periudhën e pranverës. Gjitha pemet kanë qelur, lulet, është bërë një mrekulli e vërtet. Kjo është stina ime e preferuar dhe më jep kaq shumë energji pozitive dhe kaq shumë nuk e di, dëshirë për të dalë jashtë, për të bërë gjëra, nuk e keni iden. Kështu, tani le të ikim, le të lëm fjalët edhe le të shkojmë të takojmë. Erdha në shtëpi edhe hapa kamerën sepse doja që të tregoja diçka shumë bukur para se të ikim që të shkojmë të ham. Sa po erdhëm në shtëpi edhe Alesio më dha një dhuratë për ditën i bie të diel. Dita e nënave këtu në Amerikë është ditën e diel, edhe e dija që po bënte diçka me mësuesen që unë punoj. Sepse kisha disa ditë që më thënë që ajo më thoshte të ta marr Alesian, I need to talk to him, e gjëra kështu domethënë, dhe unë kisha zbuluar diçka domethënë në kokën time, por që këtë dhuratë që më dha Alesia mua, ne e bëm edhe me fëmijët tek shkolla, edhe është diçka që unë e mbaj mend për gjithë jetën time dhe do jetë një kujtim shumë i bukur. Ja ku është këtu dhe le ta zbulojmë bashkë. A nuk është kaq e lezetshme dhe kaq e bukur një dhuratë që unë mund ta vendos në mur edhe ta mbaj për gjithë jetën time. Edhe gjëja më speciale është që këtu mbrapa lexon Love Alessio vitin 2025 edhe Happy Mother's Day. Është diçka shumë e bukur. Gjithashtu përveç kësaj edhe një kartolinë që Alessio e ka shkruar vetë. Që thot Happy Mother's Day Love Alessia. Ma isa ditë shkruar Alessia tani sepse është në klasë të parë, ka filluar që të shkruaj, ka filluar që të lexoj, po që është diçka shumë e bukur. Edhe a nuk mendoni edhe ju kështu që personat që ne punojmë edhe janë kaq të veçantë, kaq njerëz të mirë, nuk e di, është shumë e veçantë që të punosh me njerëz të tillë edhe që të mendojnë për ty edhe të bëjnë gjëra kaq speciale dhe të bukura. Nuk e di, por për mua gjestet e vogla do të thonë shumë. Është diçka që do e mbaj mend për gjithë jetën time. I love it. Kështu, le di. No, Daddy said he's gonna give us a toy at Walmart. Yay! What would you do? Hi. Kom që erdhi. Wait, can we go to Burrow? Mirëmëngjes nga dita tjetër.
përsëri në makinë unë. Sot është e premte, kështu që është fundjavë, e gjithë java ka qenë me shi edhe sot ashtu është, edhe gjithashtu ka dhe shumë mjegull. Tani jemi duke ikur me Alesion në punë sa po lash Angelon, po kishim një mëngjes kaotik, domethënë, nga 10-5, imagjinoni vetë, domethënë. Nuk e di, po ja u tregoj këtë domethënë në mënyrë që nëse ka ndonjë nga ju mamat që po kalon nëpër këtë fazë, të më sugjeroj diçka edhe të ndihmoj njëra tjetrën, si të themi. Angela po kalon në këtë fazën që është fiksuar vetëm me ngjyrën e zezë, edhe pantallonat i do të zeza, bluzën i do të zezë, në njerë dhe çorapet i do të zeza. Edhe rallë herë mund të vesh në një ngjyrë tjetër. Madje edhe pantallona, po të kenë një vizë anash, për shembull nga ato pantallonat Adidas, nuk i do thjesht të zeza. Nuk e di domethënë, çdo mëngjes ky avas është, edhe pastaj nuk do të veshi as xheken. Se kuptoj në ditët që është ngrohtë, sado që mëngjeset janë të freskëta, por në ditët që është ngrohtë, e kuptoj. Por edhe në ditët që është ftohtë, nuk e di këta fëmijë sot nuk kam ftohtë fare, se marr vesh domethënë se si mund mos ketë ftohtë, se sot është goxha freskët. Por nuk desha që të bishte xheke, edhe unë normalisht nuk dua që të sumuret, se e dini ju. Po që nuk e di, nëse keni ndonjë sugjerim, ndonjë diçka domethënë që të më ndihmoni se si mund t'ja bëj, çfarë t'i bëj, që të filloj dhe të vesh gjëra të tjera, se sinqerisht nuk mund të më kështu. Për çdo mëngjes e njëjta gjë. Nuk e di. Është thjesht në një fazë që më ra telefoni. Është thjesht në një fazë që po kalon edhe he will get over it, apo kështu do vazhdoj, domethënë, nuk e di. Më shkruani në komente, ju lutem. Përshëndetje nga dita tjetër, ja ku jemi sërish bashkë, sot është dita shtunë edhe është duke qenë se është një ditë me shi, kam menduar që bashkë me fëmijët thjesht të jetë një ditë relaksit, të rim në shtëpi, të bëjmë një punë shtëpie, të rregullojmë, se gjatë gjithë javës, e dini ju që domethënë që nuk ka mundësi që të merrem me punë shtëpie kështu që duke qenë se dhe Aleksi është në punë, të shtunat janë ditët unë ngrita shumë shpejt në mëngjes në fakt, diku tek ora 8 e mëngjesit, edhe ika direkt në Trader Joe's, mirë po ju nuk ju mora me vete, se më duhesh të merrja disa ushqime për javën, po si mora me veten me thënë të vërtetën, sepse gjithë java ka qenë me shi, edhe sot ashtu është, edhe nuk isha shumë në gjendje që të filmoja duke rënë shi edhe kështu. Por që do t'i bëj një supermarket haul me ato pak gjëra që mora, edhe tani le të nisim ditën duke rregulluar krevatin, duke bërë një kafe, po fillimisht le të bëjmë një kafe, sepse pa kafe unë thjesht nuk e nis dot ditën. Kështu që le ta bëjmë këtë gjë edhe pastaj do të shihemi sërish pak më vonë. Tani që bëra kafen, edhe ditën e bëra përpara, sepse si thash vajta mora ushqimet, bëra edhe një pilaf me furrë në furrë. Dhe kërkoj disa nga gjëra që marra në Trader Joe's. Mora këtë bukën sourdough bread, edhe unë e kam shumë qef. Tomatoes. Mora këto lloj salamësh, janë 3 lloj salamësh të ndryshme italian. Mora rush, që e kam marrë dhe e kam larë dhe e kam vënë këtu. Blueberries. Nuk e di në shtetin ku jetoni ju, por këtu ku jetojmë neve, frutat janë shumë të shtrinjta. Domethënë, vetëm kjo, kaq e vogël, kushtovi diku tek $5. Tani i thon organike. Okej, kuptoj organike, po kaq e vogël $7? Domethënë, nuk e di. Lloj orizi që është me pul brenda, me perime, edhe është si punë çajnie, le të themi. Megjithëse ka shumë gjyrë brenda dhe më nuk më pëlqen, po duke qenë se Aleksi do ikte shpejt në punë sot, megjithëse nuk ja bëra, i bëra diçka tjetër se nuk e pati qef.
Mora viz. Mora këtë bukën që është si buka e pashkëve edhe shpresoj që të mos jetë që t'jetë e ëmbël, po jo shumë, sepse bëjnë ca këta që i bëjnë me vanilla ose me gjëra kështu dhe mua nuk më pëlqejnë këto të thjeshtat. Mora këto goldfish për fëmijët. Për juve që keni fëmijë të vegjël, mos i merrni ato goldfishe që mund t'i gjesh nëpër Walmart ose nëpër Big Y ose në vende të tjera, sepse kanë bojra atë red dye që e quajmë neve këtu. Edhe nuk është fare shëndetshme për fëmijët tanë. Mundoni që të gjeni variacione më të mira, sepse fëmijët e mi kanë shumë qejf goldfish edhe unë s'para i ble, por që këto i gjeta në Trader Joe's edhe janë të mira. Nuk kanë pothuajse të njëjtën shije si ato të tjerat, por që thjesht nuk janë le të themi organike. Lemon bread, do ta bëj pastaj më vonë. Jetë sparkling water, njëra është me shake, tjetra është me lështryte edhe janë shumë të mira të dyja dhe nuk janë shumë me sheqer. It's Daddy. Angelo, It's Daddy. it's not daddy. Yes, it is. No, it's not. Hi Angela. Është mbasdite edhe neve kemi dalë bashkë me Aleksin, mbasi do të shkojmë ku të shkojmë? Në Dunkin. Marrim ndonjë gjë të vogël kështu për të ngrënë. Edhe pastaj do ikim në shtëpi. Right guys? Yes. No. No. Hey Alessio. Hi. Është mbasdite edhe neve kemi dalë bashkë me Aleksin. Gjithë ditën unë mora me punë shtëpie, gatova, edhe pastaj shkova pak fëmijët aty në Pekjer, bërë nga një dush, edhe tani merri Aleksin nga puna dhe dolëm, mbasi do të shkojmë në ndonjë donet, marrim ndonjë gjë të vogël kështu ose ndonjë kafe, edhe pse është mbasdite është tek 7:30 mbasdite në fakt, edhe po të pi kafe e di që nuk do flej gjumë, kështu që mbasi do marrim ndonjë pije të vogël ndonjë gjë kështu. Dhe po ja kështu ka qenë dita jonë sot. Sërish do të He opened my window. Yeah, I know. Hey Angela, come on the back. Come back. Tani sa po erdhëm këtu tek YCT Plaza, erdhëm në një Dunkin edhe unë nuk vajta me Aleksin e me fëmijët se kam dola kështu me pijame si gjisha, thjesht deshëm që dilin një xhiro edhe të vinin vërtall kështu. Tani po edhe dielli po perëndon edhe është shumë bukur. Morëm dy nga këto croissantet me hemen Swiss. Të janë shumë të lezetshme, shumë të mira. Unë kam shumë qejf. Morëm donut. Alessia, çfarë hati mama? Bagel. Bagel. Edhe Angelo po ha hash brown. Mirëmëngjes, ka një tjetër ditë. Sot është ditë e diel, por me gjitha është dita e nanave edhe do doja që t'ju uroja të gjitha ju vajza, të gjitha ju nëna gëzuar ditën tuaj, qofshin nëna sa më të lumtura, sa më të gëzuara dhe e paçi zemrën plot për plot afër fëmijëve tuaj të dashur. Por sot është një ditë shumë e veçantë për mua gjithashtu. Është një ditë shumë e veçantë për mua sepse sot është edhe ditëlindja e mamit time edhe do doja që t'i uroja edhe 1000
Të dua shumë është renta ime edhe të bësh edhe 100 vjeç. Can I take a picture Më mungon of shumë dhe Russia? të doja që të kisha pranë edhe të duroja lule, të duroja shumë dashuri dhe shumë përqafime bashkë me Alesia dhe me Angelon. Por, rëndësi ka që jemi të shëndetshëm, jemi mirë edhe ti kemi qenë të mirë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Por që po. Mommy, Yes? can I take a picture of Russia? No, mama. Can I take a picture of Russia? Mami po flet. Edhe sot është ditë e diel, ndryshe nga gjithë java që vetëm kanë rënë shi, sot është një ditë me diell edhe pse frym pak herë në fakt, por kështu është tani këtu sepse jemi në veri edhe erën e kemi tonën, si të themi. Por që po sot është ditë e diel, u ngritëm në mëngjes, ndryshe nga herët e tjera, domethënë që zakonisht ngrihem shumë shpejt, sot u ngrita nga ora 8:30 diku. Edhe bëra të dushin tim, bëra pak make-up, bëra mëngjesin, slow morning le të themi, edhe pastaj u ngritëm fëmijët, u veshëm mirë, edhe tani ja dolim një xhiro kështu. Tani Aleksi ka shkuar deri në supermarket, sepse duhet që të marrë ca lule, edhe ja kështu e kemi filluar ditën sot, mirë e bukur, plot energji të mirë, plot diell, dhe shpresoj që edhe juve t'jeni duke kaluar një të diel sa më të bukur dhe ta shijoni këtë ditë, sidomos ju nënat. Where should we go after Nina from? Why do we go there? I don't even need to earn some. I could earn it. Like, Ja. get the cost. Hello. What? Kështu, shkuam në Takitone, si që ja u tregova pak aty, mora një kafe, këtë mora me moka edhe me krimë dhe më zakonisht shumë më pëlqejnë shumë kafet e Donës, por që kjo ishte bërë me vërtet shumë e mirë edhe mbi të gjitha nuk ka sheqer. Kështu morëm kafe, morë një staf croissant edhe të gjëra të tjera dhe tani Aleksi ka shkuar lart që të ndrohet dhe pastaj do ikim edhe në një park. Kemi një park këtu afër shtëpisë, është goxha i madh. You dryer? Yeah, and he ate some of the air like, and that's how he became that fat. Ja të pushojnë fëmijët që të fillojnë të flasë dhe unë se ndryshe nuk do më dëgjoni. Edhe po thoya që do ikim në një park që kemi këtu afër shtëpisë, që të nxjerrin edhe fëmijët atë gjithë atë energjinë që kanë, dhe pastaj po mendoja që të shkonim edhe në ndonjë dyqan se dua që të marr ca gjëra. Por fillimisht dua që fëmijët të nxjerrin atë energji që kanë edhe pastaj mbase kismet të shkojmë. What's that? See what's? Ja, dite. Tash sa po erdhëm në park edhe fëmijët po kënaqen shumë. E ndërkohë që jam duke ulur këtu dhe shikoj fotot e të gjitha vajzave që ndjek në Instagram ose kudo që janë, domethënë në përbënde të bukura, në përbënde në plazh, me pamje shumë të bukur, ndërkohë që unë jam në një kënd lojrash, me një parkim këtu mbrapa, siç mund ta shikoni. Kjo është jeta këtu në Amerikë. Mom's life. Jesus, më që të tregoj edhe pak me shëndime pak, po ka goxha njerëz këtu edhe nuk e di për ju vajzat e tjera që bëni vlog, por unë kur jam në publik ndjem shumë në siklet që të filmoj ose të bëj vlog, domethënë, jo se njerëzve ju intereson shumë se çfarë bëj unë, se vetëm këtu që nuk they don't care. Nuk ju intereson shumë njerëzve se çfarë bën.
Dhe po thoya që jo se njerëzve intereson shumë se çfarë bëj unë apo se çfarë them unë, po që jam thjesht unë, është personaliteti tim që nuk më lejon. Jo nuk më lejon, por që ndihem paksa në siklet, domethënë kur filmoj në momentin që jam jashtë ose me të tjerët për shembull. Por që kështu ka që patëm fëmijët edhe tek këndi i lojrave, tani do t'ikim në shtëpi, nuk e di mbasi do marrim një pica, kështu si për Mother's Day që është, edhe ta ham në shtëpi se në restorante është pak e vështirë që të ikësh me fëmijët, edhe pse ne mundohemi që ti mësojmë si cilën në publik, po që wow, be careful, don't hit the cars with that. Hajde Alicia. So big. What? Yeah. Let me see. Oreo. Try that one? It has Oreo. This is the same as that. No, it's there. Right. It's the same. It's not the same. This is the Oreo. You know that's big. This is the same. Ja ku erdhëm edhe në shtëpi edhe duke qenë se Aleksi është bashkë me fëmijët për jashtë edhe po pastroj makinat, unë thash të përftoj nga koha edhe do bëj disa biskota që i bëri një shoqe aty tek puna, mua më pëlqyen shumë kur i provova dhe thjesht i mora recetën, janë fantastike. Kështu që do ja tregoj te juve sepse janë shumë të mira si për ta ngrënë në mëngjes, domethënë me një kafe ose edhe për fëmijët me një gotë qumësh në mëngjes. Edhe kështu, për këtë recetë do na duhet miell bajamesh, do na duhen bajame. Po kam sheqerin. Do na duhet sheqer. Një nga këto kështu për t'i futur të gjithë ingredientët brenda. Një kap, kjo masa e kësaj është një kap ose 250 ml. Edhe 2 vezë, është shumë e thjeshtë si recetë edhe do në 375 gradë unë e fut për 15 minuta edhe bëhen shumë të mira. Le t'i bëjmë bashkë edhe t'ja tregoj edhe juve se si bëhen. Do i hedh një gjysmë me sheqer, jo të gjithë plot, sepse rreth e parë kur i bëra dolën të mira, po më dukën si pak me shumë sheqer se i hodha të gjithë këtë kapën plot, edhe nuk është se më pëlqejnë shumë ashtu, kështu që do hedh gjysmën e kësaj, as gjysmën tamam, sepse nuk duhet që të bëhen shumë të ëmbla. Kështu që ja. Do vëmë edhe 2 vezë këtu. Dhe tani do të marr një lugë dhe thjesht do i përziej derisa të na krijohet një masë. Mora këtë lugën e madhe sepse është edhe më e thjeshtë për t'i bërë mixed, por edhe në momentin që bën biskotat është shumë herë më e thjeshtë që ti marrësh nëpërmjet kësaj lugës. Këtë recetën në fakt, jo recetën, nuk është se e tregova, domethënë si recetë, po thjesht hodha një story në Instagram duke e bërë me fëmijët, edhe fëmijët i pëlqyen shumë, jashtë mase shumë, sepse dolën me vërtet shumë të mira. Edhe pasi duhet kisha bërë edhe pak më shumë, por që it's okay tani. Duket masa që duhet të krijohet. Dhe kaq, është shumë e thjeshtë. Tani do të nëpërmjet kësaj lugës do shikoj kështu si punë topkash të vogla edhe do t'i vëmë një baking sheet. Do marr disa dorashka se nuk dua që t'i bëj duar të pis edhe kjo është konsistenca e kësaj është pak ngjitse, kështu që nuk dua të ndodhi kjo gjë. Jo po i mora edhe dorashkët, ndërkohë që stofën e vendosa në preheat në 375 gradë në mënyrë që të ngrohet për 50 minuta e vura unë.
por që do t'i lej vetëm 10 minuta ose 5 minuta në furrë. What are you making? Cookie. Cookies again? All chocolate chip this time. Well, I can make chocolate chip. Why? Ja, se si duken tani që janë të papjekura edhe dhe për 10 minuta do t'jenë gati dhe jo të rrogoj sërish. Ja ku i mbaruam edhe biskotat dhe besoj që këtu i ka erdhur fundi këtij vlogu, sepse nuk besoj që do të jetë në një vlog shumë i gjatë, do të jetë një vlog vetëm 3 ditorësh. Jo në një gjë e veçantë, por që fundi kjo është jeta ime, unë bëj vlog jetën time, kështu që po këtë gjëra kam bërë këtë javë dhe do të shihni edhe ju. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer edhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju përshëndes dhe ju dërgoj një përqafim nga larg. Nëse keni arritur deri në këtë pikë të këtij vlogu, bëni një subscribe, like, comment, share, çfarë të dëshironi ju. Dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Bye!